Ditën e sotme Luizi dhe Kiara kanë shkuar për vizite tek mikesha e tyre rezarta shkurta me sakte tek kompania e saj Hera Kompani, aty ku fotot marrin jetë dhe pamjet e sfondeve duken prallore. Si ne Hendra, si mendoni ju për çfarë ka shkuar Cifti në çdo ndryshim? Stine Cifti Eli shkon të realizoj setin e fotove të Stines ku krijojnë albumet familjare të tyre për t'i mbajtur kujtim kur Lunushi të rritet të shohin ndryshimet që kanë pesuar ndër vitet. Cifti si dhe Lunushi të shohi se si ka qenë kur ishte me e vogël. Fotografitë janë e kujtimet me të bukura, shprehet Cifti Eli pasi të kojnë pas në kohë, dhe kjo padyshim është e vërtetë. Të gjithë kanë kujtime nej për fotografi, por detaji më i bukur gjatë kësaj kohe kur ata ishin të Hera Kompani ishte Lunushi, e cila mori 2 vezë pashkën e dotkat të saj të vogla dhe filloi të vraponte ndërsa Luizi e ndiqte për t'ia marrë ajo qeshte dhe ikte. Ndërsa kur ju drejtua kamera, ajo u tregua shumë e bujare. Babi Luizit nuk ju e jep vezët, ndërsa publikut që e do shumë ja jep vezët. Lunushi është një fëmijë bujare dhe kaq e mençur, i uroj me jetë të gjatë. Ndërkohë në krahun tjetër Luizi luante me një llastik dhe mundohej t'ia tërhiqte vëmendjen Lunushit, e cila qeshte mami Kiara e ka veshur me fustane të zi me jak të bardha dhe 2 pipa si pipi korape gjata, sandale të zeza dhe korape të bardha që kombinojnë me fustanin, ndërsa Luki i veshur me një xhup lekure kafe, një bluzë të bardhë, pantallona e kepuce shumë e thjeshtë por elegant, ndërsa Lunushi duke vrapuar ndalonte një fustan i kuq për bebe. Asaj i pëlqen shumë dhe fillon ta preki. Mos vall fotot, do t'i realizoj me atë fustan, ne vijmë e zbulojme. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.